Përshëndetje shenja Briciapit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi magjistari, kalorësi kupave, mbreti i shkopinjve, 3 shkopinjt. Magjistari ju kujton se shumë nga përgjigjet që kërkoni nuk ndodhen jashtë jush, por tek aftësia, tek përvoja dhe tek potenciali që tashmë zotëroni. Kjo javë ju thot të besoni më shumë te vetja dhe të mos prisni që rrethanat të ndryshojnë pa ndërhyrjen tuaj. Ju keni mundësinë të krijoni, të ndikoni, të bindni dhe të hapni dyer që deri dje mund t'ju dukeshin të mbyllura. Kalorësi i kupave sjell një energji më të butë, krahas ambicjes dhe dëshirës për të ecur përpara. Kjo kartë tregon se zemra juaj mund të udhhiqet nga një ëndër, nga një dëshirë, nga një person ose nga një projekt që ju frymëzon. Për disa prej jush mund të jetë një ftesë që e merrni ose e jepni. Mund të jetë një propozim ose një mundësi që ju prek emocionalisht dhe ju motivon të dilni nga rutina. Më pas shfaqet mbreti i shkopinjve, i cili ju kërkon të mos e humbni vizionin. Ai flet për leadership, flet për vetbesim dhe guxim për të marrë përgjegjësi. Mund të ndiheni më të vendosur ose më të vendosura për të ndjekur një objektiv, për të nisur një projekt ose për të marrë një rol më të rëndësishëm në jetën tuaj. Për disa nga ju, kjo kartë mund të përfaqësojë gjithashtu edhe një person me ndikim pozitiv që ju mbështet ose ju motivon. Në fund, 3 shkopinjt tregon se po hyni në një fazë zgjerimi. Ajo që keni mbjell ka filluar të jap shenja zhvillimi, edhe nëse rezultatet përfundimtare nuk kanë ardhur ende. Pra, mund të lindin mundësi që lidhen me një projekt të ri, me një bashkëpunim, me një udhëtim ose me zgjerimin e horizonteve tuaja profesionale ose personale. Kartat tregojnë se kjo nuk është një javë për të qëndruar në vend numro, por për të parë përtej asaj që keni sot. Kartat gjithashtu këshillojnë të mos e nënvlerësoni fuqinë që keni për të ndryshuar drejtimin e jetës suaj. Kjo javë ju favorizon kur veproni me vetbesim, por edhe me mençuri dhe vizion afatgjatë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi budallaj, 7 shpatat, faqa e shkopinjve, vdekja. Në familje, budallaj tregon fillime të reja ose fillimin e një etape krejtësisht të re. Për disa prej jush, kjo mund të lidhet me një vendim të rëndësishëm familjar që mund të jetë një zhvendosje, që mund të jetë një projekt i ri ose mund të jetë një qasje krejt ndryshe ndaj një situate të caktuar që ndoshta mund të ketë zgjatur prej kohësh. 7 shpatat ju thot të tregoheni të kujdesshëm në komunikim. Mund të ketë gjëra që nuk janë thënë ende ose situata ku dikush nga ju preferon të hesht për të shmangur konfliktin e mundshëm. Kjo kartë mund të flasë gjithashtu edhe për nevojën për të vepruar me maturi dhe për të mos nxituar të ndani çdo plan apo mendim. Faqa e shkopinjve sjell energji të re në familje. Mund të vijë një lajm i mirë për disa nga ju, një ide ose gjithashtu kjo kartë mund të përfaqësojë një fëmijë të rritur ose një të ri në familje që nis një etapë të re ose që mund edhe të kaloj një fazë rebelimi, do të thoja unë, ose zgjedhjesh të nxituara. Në fund, vdekja tregon transformim. Duket se një mënyrë e vjetër e të funksionuarit në familje
mund të marrë fund për t'i hapur rrugë një kapitulli të ri. Edhe nëse fillimisht ndryshimi duket i vështirë, kartat tregojnë se ai është i nevojshëm, por ndryshimi mund të vonohet sepse ekziston vështirësi për t'u shkëputur nga e kaluara, nga zakonet e njohura, ose nga ajo që ofron një ndjenjë sigurie që mund të jetë dikush ose diçka. Megjithatë, kartat tregojnë se transformimi është i paevitueshëm dhe do të ndodhë kur të lihet pas rezistenca. Kartat këshillojnë të jeni të vërtet dhe të lini pas modelet e vjetra që nuk i shërbejnë më harmonisë familjare. Kalim tek dashuria. Në dashuri kemi 3 monedat, perandoresha, 3 shpatat, 8 shpatat. 3 monedat tregon se një marrëdhënie nuk mbahet vetëm nga ndjenjat, por edhe nga bashkëpunimi, komunikimi dhe gatishmëria për të ndërtuar së bashku. Kjo është një javë ku dialogu dhe mirëkuptimi do të jenë thelbësor. Perandoresha është zemra e kësaj shtrirje kartash. Perandoresha flet për dashuri të sinqertë, flet për kujdes, flet për tërheqje dhe për dëshirën për të krijuar një lidhje që ofron siguri emocionale. Për disa nga ju, perandoresha mund të lidhet edhe me zgjerimin e familjes, pra me ndonjë shtatzani të mundshme. Për disa të tjerë mund të nënkuptoj një figurë femërore që ndoshta luan rol të rëndësishëm në jetën sentimentale. Megjithatë, 3 shpatat tregon se një plagë emocionale nuk është shëruar ende plotësisht. Mund të jetë një zhgënjim, mund të jetë një keq kuptim ose një situatë që ende ndikon në mënyrën se si e përjetoni dashurinë. 3 shpatat mund të flasë për një dhimbje të kaluar ose për një dhimbje aktuale që mund të shkaktohet gjatë javës. Por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se marrëdhënia është e destinuar të dështojë, por se është e nevojshme të përballeni me atë që ka shkaktuar ose po shkakton këtë lëndim për ju. 8 shpatat tregon se kjo dhimbje mund të ketë krijuar ose mund të krijojë frikë, pasiguri ose bllokime psikologjike. Ndoshta për disa nga ju, pengesa më e madhe nuk është mungesa e dashurisë, por frika për t'u lënduar përsëri. Kartat ju thonë të mos lejoni që përvojat e së kaluarës të vendosin për të ardhmen tuaj. Për disa nga ju, kartat tregojnë se para se të ndërtoni një lidhje të fortë me dikë tjetër, është e rëndësishme të shëroni plagët që ju pengojnë të besoni sërish në dashuri. Për disa të tjerë, ndoshta nënkuptohet se një situatë që mund t'ju ketë sjellë dhimbje, mund gjithashtu edhe t'ju mësoj se çfarë meritoni vërtet në një marrëdhënie dhe kjo javë mund të jetë më shumë për shërimin e zemrës suaj sesa për fillimin e një historie të re dashurie. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, kjo javë kërkon gatishmëri për të shëruar plagët. Nëse ju jeni beqar ose beqare, mund të kuptoni se para se të hapni zemrën për dikë të ri, duhet të lini pas një kapitull që ende ju mban emocionalisht të lidhur ose të bllokuar. Kartat këshillojnë të mos e ngatroni kujdesin me frikën. Dashuria kërkon guxim dhe ndonjëherë hapi më i rëndësishëm është të besoni se jo çdo histori do të përsërisë dhimbjet e së kaluarës. Kjo që thash duket shumë e bukur për të qenë e vërtet, por gjithsesi unë e thash dhe ndoshta mund të shërbej për disa nga ju. Kalojmë tek puna.
Në punë kemi 8 monedhat, 3 kupat, mbreti i shpatave, 9 kupat. 8 monedhat tregon se përkushtimi juaj nuk ka kaluar ose nuk po kalon pa u vënë re. Kjo është një kartë që shpërblen disiplinën, durimin dhe dëshirën për t'u përmirësuar vazhdimisht. Edhe nëse rezultatet nuk kanë ardhur të gjitha njëherësh, ato duket se po ndërtohen mbi baza të forta. 3 kupat sjell bashkëpunime, mbështetje nga kolegët ose arsye për të festuar ndonjë arritje të mundshme. Për disa prej jush mund të nënkuptojë edhe një ofertë pune, ose një projekt të ri, ose një ambient profesional më pozitiv. Mbreti i shpatave ju kërkon të merrni vendime me logjik pa lejuar të ndikoheni nga emocionet. Për disa nga ju, kjo kartë mund të përfaqësojë një epror ose një person me autoritet që i vlerëson aftësitë tuaja. Në fund, 9 kupat është një kartë shumë premtuese. Ajo tregon kënaqësi personale, tregon përmbushje dhe mundësinë për të arritur një objektiv që ndoshta e keni dëshiruar prej kohësh. Pra, gjithashtu 9 kupat mund të përkthehet edhe në përmirësim financiar ose në ndjesinë se puna juaj më në fund po shpërblehet. Kartat këshillojnë të investoni veten në sferën profesionale, sepse kjo është një periudhë ku përkushtimi ka potencial të jap rezultate konkrete dhe arsye për t'u ndjerë vërtet krenar ose krenare. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi dhimbje. Kjo kartë ju kujton se çdo plag mbart edhe një mësim. Unë do të thoja të mos lejoni që dhimbjet e së kaluarës apo dhimbjet aktuale të përcaktojnë zgjedhjet tuaja të sotme, sepse pikërisht përmes tyre ju po ndërtoni një version më të fortë dhe më të mençur të vetes.